Mund të vime dhe në atë situatë ku zgjedhjet janë zgjidhja. Me konë Mazemërgjanë dhe me hap mundësin që me u zhbloku kuvani duke propozu kandidat tjerë dhe me zgjidh problemin. Ka një farforme mu sakrifiku emri Albirina Haxhiut për të mos u vënë në post? Po nuk është sakrificë me jetë. Jo me jetë, mund të marrë post tjetër, mund të bëhet kryeministër, zëvendës kryeministër, ka plot pozita, funksionet që mund të marrë, nuk kanë problemet tona. E vërteta këtu është po mungon vullneti politik për gjetë një zgjidhje dhe fatkeqësisht mungesa e vullnetit politik po dëmton jashtëzakonisht rënd reputacionin e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe të politikës në përgjithësi. Zgjedhjet e dyfishta të ideuara atje nga vetëvendosja, për kënd mund të jenë më të pavarshme nëse jetësojnë? Çka? Zgjedhjet e dyfishta të bëhen edhe parlamentare edhe lokale. Mund të vime edhe në atë situatë ku zgjedhjet janë zgjidhja. Pra mund të jenë zgjedhjet janë gjithmonë zgjidhja në demokraci dhe në politikë, nëse partitë politike dakordohen, patjetër që duhet bëhen zgjedhje, do të jetë shumë e komplikuar. Do të jetë shumë problematike me menaxhu KQZ-ja. KQZ-ja ka dështu të menaxhojë zgjedhjet e fundit nacionale dhe mendoj se do të jetë pothuajse pamundur të menaxhojnë dy palë zgjedhje, por gjithsesi, nëse vendoset atëherë do të shkohet drejt dy palë zgjedhjeve bashkë.